Përshëndetje miq, sot është një video në lidhje si të veproni me anën e re në Luan, që është në 12 gusht. Do të ndaj në 3 pjesë, pak do të tregoj në lidhje me që se data sot është data 8, quhet ndryshe dhe porta e Luanit. Do të flas pak çfarë do të thotë porta e Luanit dhe ç'kuptim ka për ne, çfarë kërkon. Ndërkohë do të flas për pjesën e parë në lidhje si të veproni me zonën e 5, pra zona e argëtimit dhe me energjin e Luanit, disa shenja. Para se të filloj, unë dua t'ju tregoj që të gjithë ju që ndiqni këto video, nëse e ndjeni vetjen që jeni të lidhur me yllin shpirtëror, pra keni vazhduar atë që njihet ndjeshi juaj në këtë tokë, ndjen që ke një intuit të lartë, pra intuita juaj është rritur jo vetëm me 5 shisat në kokë, por edhe ndjeshmëria juaj e lartë, intuita juaj e lartë, telepatia juaj me kafshët në mjedisit me njerëzit, pavarësisht se si është energjia e njerëzve, se në fund të fundit ne kemi familjen tona, ndoshta vjeni me partnerin tuaj që mund të ketë energji tjetër e të tjera. Gjithsesi, ndërkohë mund të ndjeni mallin që jemi kthyer në tokë dhe sigurisht në këtë kohë pjesa dënuese e vetes tonë, pa që të gjithë ju, sidomos që ndiqni këto video, e ndjeni që jemi kthyer në tokë. Ndërkohë është që keni një ndjeshmëri në lidhje me energjin, kërkoni të dini në lidhje me rritjen tuaj shpirtërore, ashtu sikurse edhe të ndiqni qëllimin. Nëse i keni këto gjëra, do të thotë që ju jeni ose jeni lidhur ose jeni në rrugëtimin për të lidhur me yllin shpirtëror. Dhe një nga këto të lidhjes së yllit shpirtëror është dhe porta e Luanit. Sigurisht nëse ju ndiqni varet ku jeni, si jeni, unë kam filluar të flas për portën e Luanit që në 2022-shin, sigurisht viti me numrin 6 dhe numri 6 lidhja me tokën mëm, pra ashtu sikurse përfaqësohet nga planeti Venus ose Afrodita në shqip, planeti pasionit, i bollëkut, i pasurisë, dhe ndërkohë të kuptoni që me radhë në 2023-shin ishte me numri 7 që u lidhë me shpirtin tonë, 2024 numri 8 dhe në 2024 që të gjithë ju që sot ndodheni dhe jeni lidhur me yllin shpirtëror, ose po lidheni ose dhe keni zbritur në tokë, që të gjithë jeni unik, që të gjithë varet se ku ndodheni, është që në 2024 u përsëritën 3 teta dhe sot dhe në këtë datë janë përsërit 3 teta, është data 8, është muaji 8, është dhe viti 2026, që në vetvete jo vetëm që është viti pra universal me numrin 1, sepse mblidhet në numerologjinë deri në numrin 1, por pra në total i jep numrin 10, numri 10 që jemi në një nivel të lartë me veten tonë dhe të lidhur me diellin shpirtëror, dhe një nga këto është ylli Sirius, pra që ka lidhje që del në lindje, edhe ka lidhje me atë që dielli është në Luan, dhe në këtë rast njihet që është i lidhur në rresht me yllin, si quhet kjo, në lidhje rreshtuar me Orion. Pra është kjo, tregoj, është kjo treshja këtu. Mësoni që ylli Sirius është që bie paralel, pra del në lindje dhe është i lidhur me ka lidhje me piramidat e Egjiptit. Është një mrekulli, sinqerisht Diana nuk është se ëndërron, herët avon para se të vdes, unë do ta shikoj këtë mrekulli. Sigurisht që është tashmë e bërë, e bëj fakt është tashmë e bërë, dhe e imagjinoj këtë mrekulli që jam atje, e ndjej në çdo qelistë të trupit tim. Mësoni që gjitha kjo portë që ka të bëjë, që është dhe errësira e plot e diellit ose eklipsi total i diellit, ose eklipsi rrënjësor i zemrës, sepse Luani përfaqëson zemrën dhe në këtë rast u diqet nga dielli, është që ju do të ndjeni një energji të
fort, shumë transformuese, dhe ndoshta e ndjeni këtë energji. Unë ju duroj që të i lidheni, shkoj pushimeve me familjen tuaj, të shkoni pushime kudo, në Det, në Kanale, në Përrua, në Lumej, në Liçene, kudo që ju keni afër, apo çfarë ju me të vërtet keni mundësi, edhe ndërkohë të lidheni me në natyrë, me qëllim të shkarkojni emocionalisht dhe shpirtërisht, sepse është një energji transformuese. Ecni zbatur, lidhuni, pra kapni rrënjë, kapni çfarë të doni, balte të tjera, me qëllim që të lehtësoni, sepse është një energji e fort transformuese. Ndërkohë është kjo, duke qenë se ylli Sirius lidhet, pra është ka të bëjë me është afër me në kohën e diellit në Luan, pra në shenjën e Luanit, që udhëhiqet, pra është që quhet dhe porta e Luanit, sepse me të vërtetë në fakt duhet të quhej porta Sirius, pra e shpirtit, por duke qenë se bie në shenjën e Luanit, njihet si porta e Luanit, dhe kjo është e rishtuar, pra si që tregova në rripin e Orionit, pra këtu. Kjo ka të bëjë me atë që na sjell një vetëdije të lartë, që të gjithëve ne marrim një vetëdije, pra kemi një lidhje me vetëdijen kozmike, pra ne jo vetëm me veten tonë, por dhe me gjithçka, me mençurinë e vërtetësisë së jetës, sikurse edhe për një pjesë nga ju ndjehet dhe aktivizimi i identitetit tuaj të ri, pra ju nuk jeni më si më parë, komplet të pastër, që do të thotë ju jeni shkëputur nga çdo lloj frike, pasigurie, konflikti, pra nga çdo lloj energjie të ulët, plagë të vjetra, të çfarëdo lloj natyre, dhe ju jeni të pastër. Ndërkohë është që ylli Sirius, siç ju tregova, njihet dhe pra dielli shpirtëror, ndoshta e shikoni nëse jeni të lidhur që ju ndriçon ylli juaj, ndoshta e shikoni që jeni të lidhur me plot fuqitë e larta jashtëtoksore të pastra angjëllore, që do të thotë na ndihmojnë ne si qenie njerëzore që të gjaku përzihet. Pra si thash, kjo energji e pastër ku ne pastrohemi, ne ndihmohemi dhe ne lidhemi, ose ndryshe do ta quaj, pak nga ana ime, gjysë njeri, gjysë kafshë, që do të thotë ne jemi jo vetëm energji, por edhe frekuencë e lartë. Mësoni që kjo portë e Luanit na kërkon që të gjithëve që ne të manifestojmë dëshirat e zemrës tonë, sepse në zemrën tonë kemi misionin dhe drejtimin e jetës. Ndoshta për një pjesë nga ju ndihet që kërkoni të rrisni aftësitë tuaja shpirtërore, sipas asaj që ju jeni, dhe në këtë rast ndoshta në lidhje me krijimtarin tuaj, ndoshta me bollëkun, ndoshta me shëndetin tuaj, me marrëdhëniet tuaj, që të gjithë jeni unik, ndoshta me të gjithë këto së bashku. Ndërkohë është që të gjithë për të arritur këtë, ju duhet të ndiqni format tuaja, meditimet janë nga forma më të ndryshme. Personalisht ndjek akoma dhe sot e kësaj dite lidhje me në natyrë, pra shoh çdo gjë në qiell dhe në tokë, gjithçka ekziston, gjithçka është ndërlidhje, sepse ne kemi lidhje. Ndërkohë dëgjoj muzikën e shpirtit, sepse është kjo mrekulli, rris aftësitë e mia shpirtërore, pra që të gjitha këto krijojnë zakonet e mia, dhe duke krijuar zakonet e mia, kjo më bën që unë akoma më shumë besoj në magji, dhe këshill, kur mos dyshoni në magji, por kur flas në magji, në qoftë se ju jeni të lidhur me shpirtin tuaj, pra me shpirtin diellor, ju e kuptoni që magjia është një mrekulli. Jeta në këtë univers është mister. Ne jemi krijues të historisë dhe jo përsëritës të saj. Pra që do të thotë, kur ne çlirohemi nga çdo lloj energjie të ulët, plagët e vjetra që ne na shqetësojnë, pra kemi në lidhje me energji të ulta, pra frika, zemërimi, konflikte të tjera, ne arrim në fuqinë tonë, ne kthejmë këtë energji të mrekullueshme që ne kemi patur kur u mishëruam në këtë tokë si fëmijë.
Tjetër është që kjo na bën që sa më shumë ne të lidhemi me veten tonë, aq më shumë ne lidhemi me intuitën tonë të brendshme. Sigurisht gjatë kësaj kohe keni dëgjuar që është në datë 3 kaloi se çdo vit këto gjëra ndodhin, është shëruesi plagosur Chiron ose Chiron në Shqip, që do të vazhdoj deri në janar të 2027-s, e gjitha duke qenë se kalon në shenjën e Demit, dhe më pas, mbas 2027-s do të kaloj për 7 vjet me radhë në shenjën e Demit, dhe në këtë rast ne po përgatitemi për të parë se veç tema e Demit, vetë vlerësimi jonë, sa e vlerësojmë veten tonë, sa jemi të sigurt nga ana emocionale, pra ka akoma emocione, a i kemi bërë inteligjente emocionet tona, apo jemi zigzag, pra herë ndjemi mirë, herë jo mirë, por gjithsesi asgjë nuk ndodh pa shkak, dhe ne jemi në këtë ligjin e universit që është kjo hënere në Luan, i shkakut dhe i pasojës, dhe ndërkohë të kuptoni që jemi me të vërtet të arrim të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben, sepse kjo na kthen fuqinë si dikur fëmijë. Sigurisht tjetër planeti Chiron kërkon që ne të reflektojmë me veten tonë, të reflektojmë me sekretet tona, me qëllim që të pastrojmë një erë mirë, pavarësisht që ne kemi modelet shkatruese që kemi krijuar dhe vetë ne ndihmohemi nga ana e karmës së vjetër, sepse është evolucioni i shpirtit, pra ne jemi në një dëgjësim të lartë, ne dim se çfarë ndodh në botën jashtme, tani do të hyjmë në veten tonë, pra është e gjitha që të punojmë me veten tonë, me qëllim që të pastrohemi, sidomos gjeneraca ime, ne kemi fragmente, trauma, drama e të tjera, por dhe të rinj kam fragmente të këtyre karmave, edhe sot e kësaj dite. Planeti Marsit është në shenjën e Gafores, sigurisht Marsi është me numrin 9, është në shenjën e Gafores dhe në këtë rast na ndihmon tema e Gafores që udhiqet nga nëna hënë, dhe në këtë rast duke qenë se është edhe eklipsi total i diellit, është si hëna si i dielli janë bashkuar, sigurisht një energji e fortë transformuese, por edhe Marsi që do të kalojë në pra Gafore, është veprues, pra ne kërkojmë tani që të veprojmë për atë që ne pra ndjejmë, sepse ne që të gjithë jemi krijues, dhe në këtë rast është ndërkohë që Marsi sjell luftë, sjell zemërim, sjell probleme, pra konflikte, është dhe tjetra që përfaqëson trupin ton fizik, ne jemi të vendosur, ne jemi të guximshëm, dhe sigurisht ku ne arrim me shpirtin ton, ne kemi energji për të vazhduar të realizojmë ëndrat tona. Pra në këtë rast bëhet fjalë që Marsi, edhe pse është pra ka edhe anët energji të ulta dhe energji të larta, duke qenë se është në shenjën e Gafores, dhe Gaforia udhiqet nga nëna hënë, është i shtëpisë, është i familjes, është i vetëvlerësimit tonë, dhe në këtë rast është edhe planeti i Marsit, është më i butë, pra që do të thotë ne nuk do të nxitojmë, por ne do të marrim tani veprime me ndjeshmërinë e shpirtit ton, dhe mbi të gjitha të kuptoni që një mrekulli që sjell kjo hënere, duke qenë se është edhe eklipsi total i zemrës, pra një transformim në zemrën tonë, është shumë marrëdhënie do të bien në provë. Dhe në këtë rast, o ju do të jepni marrëdhënies tuaj një mrekulli, sido që të jeni me veten, me të tjerët e tjera, ose edhe do të ketë pra marrëdhënie që do të shkëputen pa pritur. Pra, me një fjalë, ju ndihmojeni. Tjetër është ne do të lëmë çdo lloj pakënaqësie, pa gjykuar, pa kritikuar, në fundit çfarë ndodhi me ne, është që jemi këtu sot, dhe nuk kemi pse e kritikojmë, nuk kemi si kthehemi më dhe njerë të zbukurojmë se çfarë ishte jo e mirë në të kaluarën, por ta zbukurojmë nga tani dhe në vazhdim atë që shpirti jonë dëshiron, se jeta është e shkurtër për të vuajtur. Pra nëse e doni marrëdhënien, edhe personin që jeni në marrëdhënie, mund të jetë dikushi, atëre jepe këtë marrëdhënie. Nëse nuk është për ty,
Pra që të kuptosh ndjeshmërinë zemrën tënde, ajo zemra kur nuk gënjen, është astrale, është neutrale, ti e përgjigjen e vërtet. Pra pyet e zemrin çfarë dëshiron dhe jepi zemrës atë që ka nevojë, të jeni të sigurt që ju do të krijoni bukurinë e botës për vete, për rreth dhe më gjerë sipas asaj që jeni. Ndërkohë është koha që mund të vini re që bien meteorët, pra Stina një ndjeshmëri të lartë, ne kemi një ndjeshmëri të lartë, sidomos koha e pushimeve të tjera që ne lidhemi dhe mos harroni që të besoni në magji dhe të mos dyshoni kur për të, sepse bota është me të vërtet mister dhe ky mister ka të bëjë sa më shumë ne lidhemi me shpirtin ton, aq më shumë ne kuptojmë që jeta është një mrekulli, jeta është e mrekullueshme, ta jetosh me vërtetësinë ashtu si plot fuqia e ka krijuar. Dhe kjo mrekulli është vetëm atëherë, sidomos për gjeneracën time, kur ne vazhdojmë të ndjekim hap pas hapi duke i dhënë vetes ton kohë, me qëllim që të njohim veten tonë. Sa më shumë ne njohim veten tonë, aq më shumë ne bëhemi të mençur. Pse? Sepse ne nuk jemi vetëm, ne ndihmohemi. Ne gjithmonë na është përshpëritur për çfarëdo lloj që ne na ka ndodhur, por duke qenë të njëanshëm në mënyrë viktim të afatit kohor, ne nuk kemi ditur që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe prandaj jeni në këto video dhe sigurisht unë ju frymëzoj, por jeni ju dhe vetëm ju si ndjeni, si rezoroni, jeni ju që do të krijoni atë që ju bën ju të ndjeheni mirë dhe ndiqe. Ndërkohë mos harrojmë se gjua e meteorët që bien, ndoshta keni vënë re dhe sidomos ju që jeni lidhur me evolucionin tuaj shpirtëror, ju i shikoni këto, sepse energjia treq energjinë, pra sa më shumë optimisti jeni, aq më shumë gjëra optimiste të rriqni. Sigurisht kur hapni zemrën është drita, është kodi i dritës. Dhe detyrimisht ju jeni të lidhur me këtë univers, do t'i shikoni këto mrekulli. Pse? Sepse ju jeni të lidhur me qiellin, ju jeni të lidhur me tokën, ju jeni të lidhur me këtë univers dhe detyrimisht ju i shikoni këto gjëra. Dhe ju ndjeni optimist, ndjeni të mrekullueshëm me këtë magji, me këtë mister të bukur të jetës. Ashtu sikur se mos harroni që universi ndoshta nga ana fizike, pra mendore, ne njohim që anglishtja është gjuhë ndërkombëtare dhe është nga ana si fizik, si qenie njerëzore, por universi nje vetëm gjuhën e ndjeshmërisë. Pra si ndjeni për atë që ju doni dhe dëshironi të krijoni në jetën tuaj. Ndiqe ajo që të bën ty të ndjesh mrekulli, ndiqe mrekulli. Çfarëdo lloj që të jetë, art, vallëzim, kuzhina, udhëtimi, mënyra e komunikimit në lidhje me esoterin apo çfarëdo lloj që ju jeni të lidhur, sidomos me rritjen tuaj shpirtërore, është ajo që ju drejton zemra juaj. Le të fillojmë me pjesën e parë në lidhje si të veproni me zonën me numër 5 të luanit. Në këtë rast është me numër 5 zona e argëtimit. Është që ka të bëj fjalë me fëmirin ton, jo vetëm me fëmijët tanë, por edhe me fëmirin ton të brendshëm, me romantikën, me jetën romantike dhe jo vetëm me atë lidhjen ton me marrëdhëniet, me çdo lloj marrëdhënie, por edhe në botë, në lidhje me natyrën, në lidhje me kafshët e tjera, ashtu sikurse edhe me krijimtarinë. Që të gjithë ne jemi krijues, që të gjithë kështu kemi ardhur në këtë tokë, në varësi të diellit, të hënës dhe të planeteve, ne jemi krijues sepse e kemi misionin dhe drejtimin e jetës në zemrën tonë. Dhe në këtë rast, ju që të gjithë që ndiqni këtë udhëtim të zimit të shpirtit, do të thotë që ju jeni duke vepruar me atë pse shpirti ju solli këtu dhe është me të vërtetë ajo shkaku dhe mbi të gjitha shpirti ju do më shumë ju dhe duke dashur vete ne jemi në gjendje të duam për rreth dhe më gjerë. Pse? Se nëse unë nuk kam energji për veten time, si mund të ndihmoj të tjerët? Dhe kjo sjell probleme, sepse të
të mos harrojmë, ky shekull 21 na ka futur në një mrekulli të temës së mrekullueshme të shekullit më madhështor dhe më të rëndësishëm, për të cilën hap pas hapi velu ai së arresës së prejardhjes tonë, të kulturës tonë, të besimeve tona, janë duke ulluar dhe duke dalë vërtetësia e bukurisë së vërtetë të jetës. Dhe këtë e bënzimi i shpirtit. Le të vazhdojmë, çfarë do të ndjeni është të kuptoni ajo që dëshironi është jeta është aventurë, jeta është lojë, jeta është argëtuese, si ne krijojmë, ajo është jeta jonë. Nëse ne do të rrimë me dhimbje, sigurisht do të vazhdojmë dhimbjet, por nëse ne e krijojmë si ne dëshirojmë, nëse unë jam dashuri ke ju, dhe ju do të merrni këtë dashuri, pra dhe ju do ta çoni këtë dashuri në tjerë dhe kështu krijohet që energjia, sepse ne kemi ndërlidhje, krijon bukurinë e vërtetësisë së jetës. Pra mjaft me lëndime, por me bukurinë e vërtetësisë së jetës, me atë që ne jemi që të gjithë unik. Tjetër është të kuptoni që të vizualizoni një kohë të mirë me njerëzit tuaja. Pra imagjinoje, dhe kur e imagjinon atë që dëshiron, edhe do të veprosh me të, sepse shpirti të drejton ta bësh. Pra nëse unë, siç e tregova, jap dashuri dhe ju do të merrni dashuri, por në fillim le t'i japim vetes, sepse gjeneracia ime ka nevojë të dojmë, të duam vetes, ne kemi bërë shumë për të tjerët, por ka qenë dashurinë në nevojë. Tani, duke dashur veten, duke u lidhur me veten tonë, dhe kjo është që ne përdorim format shpirtërore, duke krijuar zakonet tona, fjalët tona, sjelljet tona, varësitë tona dhe çdo gjë që ne nuk na shërben nga e vjetra, ne do të arrijmë në fuqinë tonë. Tjetër, mesazhi në nësën, duke qenë se është Luani, është pra tema krijimtari, fëmijëria dhe romanca, në lidhje me krijimtarinë, nëse jeni krijues në lidhje, shkruani poezi apo art, muzikë e tjera, kuzhinë, apo në lidhje me bimët mjekësore, apo komunikim si Diana, apo në lidhje me astrologjinë, numerologjinë, që të gjithë jeni unik. Sigurisht nëse nuk i keni filluar këto, atëherë kjo ju ndihmon ju që të filloni, dhe kjo është hidhe farën tani, sepse na e re është potenciale, hidhe farën dhe të dini se ne korrim atë që mbjellim. Kur mos e harroni, ne korrim atë që mbjellim. Pra shkurt, nëse unë mbjell dashuri, sigurisht që do të korr dashuri. Thjesht, sepse dashuria është mbi të gjitha. Mësoni që dhe kemi që të gjithë është në zemrën tonë. Besoni ku të doni, nëse nuk besoni në veten tuaj, ju nuk besoni në jetë. Këtë po ja u them, nëse ju nuk besoni në veten tuaj, ju nuk besoni në jetë. Troç, fjalët janë të shkurtra. Prandaj, jeni të vëmendshëm, ka shumë njerëz që besojnë në doktrina, por me lejoni t'ju them, nuk kam asgjë me doktrinat, asnjë gjë. Është në pafuqi, është e njëanshme, por Zotin e keni në zemër, universin e keni në zemër, sepse shtylla kurizore është lidhja me qiellin kurora dhe me dy këmbët tona, rrënjët tona, prejardhja jonë është në këtë tokë. Paraardhësit tanë kanë bërë një punë të mrekullueshëm, pavarësisht të afatit kohor, sot jemi ne. Ku jemi? Ky është evolucioni i shpirtit. Pra mësimet e shpirtit ne mësojmë dhe nuk jemi perfekcionist, ne nuk jemi përsëritës të historisë, ne jemi krijues, dhe kjo është jeni shumica nga ju në këto video, sepse ju jeni të përzgjedhur pavarësisht se çfarë do të ndodhi me ju nga tani dhe në vazhdim, jeni unik. Sigurisht ju ndihmojeni nëse jeni të lirë dhe të hapur, dhe kjo video ju ndihmon, ashtu sikurse çdo hënë e re apo hënë e plot, sikurse edhe zimi i shpirtit, nëse ju e ndjeni që djeg, pra jeni të thirrur në këtë mision hynor. Tjetër është që ka romancë, në lidhje me romancën, është që ne kur nuk jemi të vjetër, për këtë jetë jeni të sigurt. Për sa kohë ne do të rrimë me dhimbje, vjen një kohë që i thoni është mosha. Trupi fizik e njeh moshën, po energjia nuk njeh moshë. Romanca është e gjithanshme. Varet për atë që ju krijoni. Pra në këtë rast, në qoftë se doni një marrëdhënie të mrekullueshme, krijoje mrekulli, krijoje dhe do ta marrësh gjithmonë me dashuri, gjithmonë në fillim të kthesh energjinë në veten tënde dhe pastaj
Ke energji, marrëdhëniet e vjetra bëhen akoma dhe më të mrekullueshme. Ndërkohë me fëmirin është kjo numri 5, zona me numër 5 është e rëndësishme për fëmijët dhe mbi të gjitha edhe me fëmirin tonë të hershme. Mësoni që para se të veproni, që të gjithë ju meditoni, meditimet janë forma të ndryshme, një nga mënyrat që mund të përdorni me anën e re, edhe pse nuk e shihni, do t'i ndodhi në Spanjë dhe koha e saj është me të vërtetë është një vit, sidomos ju që jeni të vitit 1163, kjo hënë e re këtu ku jam unë është ora pra 19:36 minuta, o Zot, çdo gjë është ashtu si plani ynor e ka programuar. Sigurisht të mantra që do të përdorni, duke qenë se është edhe një zona e fëmiris, fëmia ime i brendshëm është duke u argëtuar dhe i lirë këtë muaj. Pra, para se të filloni, shkruajni, thuajeni, ndërkohë shifeni veten në pasqyrë dhe thuani për 2 minuta duke parë veten në pasqyrë. Qesh mrekulli, ndoshta duket krizi, por bëje, qesh me veten tënde, mbush e shpirtin me këtë buzëqeshje se e meriton. Jeta është e shkurtër për të ruajtur. Qesh dhe lëri se çfarë mendojnë të tjerat. Kënaqu me veten tënde, bëje. Ndërkohë, çfarë të bëni është me të vërtetë të veproni, le të themi, krijo diçka për fëmijën tënde. Argëtoje veten ose partnerin tënd ose veten tënde, qofse je beqar, merr dikë shoqe, çfarë ke, krijo një argëtim, udhëtima, një dreka, çfarë të doni. Tjetër është që lëvizeni, sidomos pjesën e belit, rrotullojeni, pra rrumullat belin, trupin. E kam bërë dhe në videot e tjera, pra herë majtas, herë djatas, 1 minutë majtas, 1 minutë djatas. Kjo është jo vetëm romantike që ju bën ju, pra të çlirohet energjit në zorët e barkut, por edhe pra nga ana fizike, por dhe nga ana romantike. Tjetër është në qoftë se je krijues, krijo diçka, shkruaj diçka në lidhje me historinë tënde, apo çfarë ju sjell shpirti juaj, ashtu sikurse dhe krijoni momente argëtuese. Pra shkoa, ndoshta merrni fëmijët dhe imagjinoni ku doni të pushoni e të tjera, apo jeni duke shkuar. Gjithsesi, gjatë gjithë muaj do të përdorni këto 3 afirmime. Jeta është e ëmbël. Tani lejoj fëmirin time të brendshëm të lirë, të argëtohet dhe unë jam një qenie krijuese që jam e lidhur me energjinë jetësore duke ecur në rrjedhën e vetëdijes kosmike. Tjetër është nga ana e energjisë numerologjike është numri 5 dhe ka të bëjë me pavarësinë tonë, me lirin tonë, me identitetin tonë, me atë që ne jemi që të gjithë të lirë për të jetuar jetën. Jeta është e shkurtër që të vuajmë. Sa të mbilësut ka mbaruar. Gjithsesi të kuptoni është që tregon që jeta është gjithmonë në lëvizje dhe këtë e dini, universi është rrjedha e vazhdueshme e ndryshimeve nga ana pra e vetëdijes kozmike, nga ana e frekuencës, pra ne jemi në një nivel të lartë ndërgjegjësor, por dhe nga ana e dridhshmërisë, pra dhe ndjenjave tona të brendshme, sepse ne jemi me shpirtin. Shpirti është fryma, shpirtin e kemi në brendësi. Është këto organe të mrekullueshme, kjo shtyllë kurizore ose 7 chakrat që jemi të lidhur me kurorën, me qiellin dhe me tokën. Pra kjo energji me numrin 5 është gjithmonë në lëvizje, si ai fëmia. Fëmia në barkun e nënës është poshtë, rrin 9 muaj, shikon dritë në tunelin e nënës, ndryshon energjinë dhe del në këtë jetë, në këtë tokë. Pastaj pastaj mbas 2 vjetësh është fëmijë rritur dhe mbasi rritet si fëmijë fillon adoleshenca e parë, e dytë, e tretë, edhe me radhë deri në moshën e 7. Dhe e dini që mosha 1 dhe mosha 7, mosha 1 është bebi, mosha 7 i keni dëgjuar, prindrit tanë ndoshta jetojnë, ndoshta jo, që është një moment që vjen fundi i jetës tyre, që humbin shqisat, humbin, nuk dëgjojnë, nuk shikojnë, avash, nuk shikojnë, nuk
derisa më në fund edhe fryma u bëhet e vështirë dhe në këtë rast pushon dhe zemra. Pra vi me frymën, iki me frymën, çdo gjë është e krijuar, është e ndërlidhur, është e dhuruar. Ne jemi thjesht krijues që krijojmë histori duke zhvilluar evolucionin e shpirtit. Pra që me para histori është dhuruar kjo mrekulli dhe sot për sot është jeta në tokë, është jeta si që një njerëzore në tokë dhe ne do të kujdesemi edhe sigurisht që është shekulli për të cilën nuk mund ta mohoj që ka kujdes, por gjithsesi një mrekulli që po arrihet është që shumë mrekulli shpirtërore që janë dorëzuar dhe janë ngjitur me qiellin, pra janë lidhur me diellin e madh qendror, është që sot po ndikojnë kudo në çdo aspekt të jetës, edhe këtë ka nevojë sa më shumë shpirtëror të ketë, pra në kuptimin hyjet shpirtërore, qoftë në qiell, qoftë në tokë, të zbritur në tokë, aq më e bukur është edhe bukuria e jetës e tokës që brezat pasardhës të jetojnë zemër me zemër dhe zemër të hapur, dhe kjo është tema. Ndërkohë është përfaqësoni, takoni fëmijët tuaj, merrini fëmijët tuaj sigurisht së shkruaj pushimeve ashtu sikurse edhe fëmijët të tjerë nëse nuk keni, por ndërkohë edhe lidhuni me familjen tuaj të ershme, ose jeni lidhur që të gjithë jeni unik. Shakra në dimensionin e tretë ka të bëjë me shakrën sakrale dhe unë do t'ju jap një foto, për të marrë që telefonin, e kisha, por tani se di. Shakra sakrale ka të bëjë, pra shakra emocioneve dhe sakrale është shakra me numër 2 dhe unë po ju jap këtë, është kjo shakër me ngjyrë portokalli. Ky është personi për të cilën ju që jeni luan në këtë portën në luanit, ju jeni të lidhur me yllin e shpirtit, ose tjetra jeni lidhur me identitetin tuaj që do të thotë keni zbritur në tokë dhe në këtë rast me yllin shpirtëror. Gjithsesi, akoma dhe më gjarë, nëse ne jeni lidhur me qiellin e madh qendror, që të gjithë jeni unik, që të gjithë jeni ju që e ndjeni se ku ju jeni, dhe ju nuk jeni vetëm. Ndërkohë është ka të bëjë me aftësitë tona, pra kjo shakër në zorët e barkut poshtë shkërtizës, është me ngjyrë portokalli, ju e imagjinoni që është një top që rrotullohet në mënyrë të lehtë, me kënaqësinë, pra ndjeshmëria se universi na ndjen energjinë, pra vibrimet tona si ndjehemi, dhe ndërkohë është çfarë dëshironi në jetë. Çfarë ju bën ju që të ndjeni mirë, ndiqeni, kush ju bën ju që të ndjeni të sigurt, ndiqeni. Pra kjo është shakra në lidhje me emocioneve, pra qoftë emocioneve që ne kemi marrëdhënie me të tjerët, por edhe nga ana seksuale. Kujdes, seksi është e vërtetë që është një mrekulli sepse është vazhdim i jetës, por ka të bëjë me atë që është i gjithanshëm, pra seksi është një mrekulli. Për shembull, Diana është e lidhur me telepatinë e kafshëve, unë bisedoj me kafshët, unë bisedoj me fëmijët e vegjël, që ata nuk kuptojnë, sigurisht që kam nipin e mbesën dhe kënaqem me ta, është një mrekulli, por unë ndjej energjinë e tyre e tjera, ashtu sikurse vetë të tjera. Tregoni që t'jeni, kjo tregon që t'jeni të gatshëm, pra ti që u sjell trupi në lidhje me emocionet, pra të mos i rezistoni, pra të ndjeni emocionet tuaja, sikurse edhe të lejoni vetes për të lidhur në brendësi të vetes tuaj. Kjo është evolucioni i shpirtit për të lidhur akoma më shumë në thellësi me qëllim që të çlirohemi nga çdo e vjetër që nuk na shërben, dhe kjo na jep fuqinë tonë, mençurinë tonë. Sa më shumë ne të njohim veten, fillon momenti i mençurisë së jetës. Tjetër shakra në dimensionin e 5 ka të bëjë është shakra e tretë me ngjyrë të artë, pra me ngjyrat e riberit, është kjo ngjyra, pra shakras plexus, pra e identitetit e pavarësisht. Sigurisht ne do të krijojmë në këtë jetë, pra jemi krijues, do të krijojmë në këtë jetë, dhe në këtë rast është që ka të bëjë me atë që kjo shakër na ndihmon ne
pra thith energjit e ulta dhe I transformon ato. Kur ne jemi në veten tonë, kur ne jemi me veten tonë, ne ndihmohemi dhe kjo energji na liron nga çdo gjë që nuk, pra energjit e ulta dhe I transformon ato dhe mos u vi çudi që në këtë anë të re I ndjeni këto gjëra. Tjetër na jep vetbesimin, pra rritet vetbesimi jon dhe kjo është që ne na ndihmon që të lidhemi me intuitën tonë të brendshme. Tjetër, kur mos harroni që kjo shakër na tregon që sa më shumë ne të njohim veten tonë, sa më shumë ne të lidhemi me veten tonë, aq më shumë ne bëhemi të mençur. Një nga ne nuk jemi vetëm, në çdo unë kam treguar që ne ndihmohemi nga kryengjëjt, ëngjëjt, perëndesha dhe në këtë rast është kryengjëlli Raziel. Kush është kryengjëlli Raziel? Shikojni këtë është kjo mrekulli, le ta hapi çik, është sekreti im, është Zoti. Pra Zoti është sekreti im. Shikoni, është një mrekulli I lidhur me ngjyrat e ylberit, shikoni edhe të qartë krahët e tij angjëllore dhe sigurisht rritja e tij shpirtërore për të mësuar misteret, magjinë e bukurisë universit, pra të plot fuqisë tonë hyjnore, si në qiell si në tokë. Mësoni që na ndihmon në lidhje me evolucionin tonë të shpirtit, pra nga ana esoterike. Esoteri do të thotë në brendësi, sa më shumë ne të lidhemi me thellësinë tonë, me shpirtin tonë, aq më shumë ne fillojmë të kuptojmë simbolet çfarë ndjejmë ne në brendësi të shpirtit tonë. Gjithë shka që ne ndjejmë, I dini kur meditoni ose kur dini jashtë ose çfarë shpirti ju sjell, pra simbolet e thellësisë në brendësi të shpirtit. Tjetër, simbolet nga ana gjeometrike, duke pa figurat e reve apo çfarë shikoni në tokë, në qiell dhe të gjitha, pra simbolet gjeometrike. Tjetër, në lidhje me të kaluarën tonë, pra na ndihmon ne që të lidhemi, sa më shumë ne hyjmë në thellësi, aq më shumë ne njehemi me këto, pra ne ndihmohemi. Ndërkohë është pra kryengjëlli I mençurisë, na njeh me mençurinë e vërtetësisë së jetës, duke qenë se na ndihmon që të lirojmë nga e kaluar, ne fillojmë që të hapim zemrën, ne fillojmë që të lidhemi me intuitën tonë të brendshme me këtë mençuri, pra na ndihmon që atje ku ne jemi, që kemi konfuzion, na qartëson, dhe atje ku ne kemi keq kuptime, na bën që të arrijmë në mirë kuptim, pra ne ndihmohemi. Pra ky është kryengjëlli, shikojni, është I ngjitur, pra kryengjëlli I ngjitur në qiell, pra I ngjitur me I shërben, është I zgjedhur I plot fuqisë hyjnore I Zotit, pra është I përzgjedhur dhe si kryengjëll, si angjëll, si doni që ta shkëlqen mençurinë e mistikës, të magjisë së pastër, pra në këtë rast esoteri, një dhe kjo është që ndoshta shumë ashtu sikurse edhe unë jeni të lidhur, është që gjaku I pararzve tanë të parë të mençurisë, vërtetësisë së jetës, pra të energjive të pastra jashtëtoksore që nuk përzihen me karmën njerëzore, përsëri na ndihmojnë ne ku ne jemi vullnetar dhe vazhdojmë të ndjekim dhe duam të dimë misteret e bukurisë së jetës, pra ndjekim shpirtin tonë, krijoj përzierja I gjakut, pra si qenie njerëzore dhe qenie shpirtërore, dhe këto jeni, ndoshta jeni ju, unë vetë sigurisht jam 100% e zbritur në këto me misionin për të dhuruar zimin e shpirtit dhe udhëtimin e tij, se është e vetmja mënyrë që do të na krijoj një perspektivë të mrekullueshme, madhështore, jo vetëm të hapim zemrën, por dhe të lidhemi me zemrën, dhe sa më shumë shpirtëror që lidhen me zemrën, aq më I bukur do të bëhet bota jonë, për një botë, për një Zot, për një shpëtim, për një njerëzim, pa uri, pa kriza, pa sëmundje. Kjo është ardhmja, gjithsesi unë jam dhe punëtori I dritës dhe e shkëlqej këtë dritë dhe vazhdoj akoma me vetmohim
Gjithsesi, që të jetë ju që kërkoni të rrisni, pra e ndjeni në brëndësi djegjen nga zemra juaj, të rrisni për ndihmë kryeangjëllin Raziel, i dashur kryeangjëll Raziel, ju lutem më ndihmoni mantra, ju lutem më ndihmoni gjatë këtij muajit të shkëlqej dritën time. Me ndihmën dhe udhëzimin tuaj të arri në potencialin tim. Faleminderit. Pra drita juaj është hapni zemrën, ose nëse jeni të lidhur me zemrën, ju do të vazhdoni akoma më shumë të ndihmojeni nga kryeangjëlli Raziel. Sido që të jeni, ndoshta ju vazhdoni të ngjiteni, ose jeni ngjitur, ose jeni lidhur me kodin e dritës, ose jeni me identitetin tuaj që të gjithë jeni unik, përdorni këtë mantër dhe si që të regova, përdoreni, kjo është e përgjithshmja. Ndërkohë është perëndesha Medusa. Kush është perëndesha Medusa? Shikojni, është kjo mrekulli, kështu ka qenë në fillim, ne kemi qenë angjëj që të jetë pavarësisht se jeta është misioni i shpirtit, që ne do të marrim mësimet e shpirtit, dhe kjo tjetra, pra janë energjitë e urta që ne kemi. Gjithsesi, duke qenë se është perëndesha e diellit, a jeni të gatshëm që të jetë jeni të lirë, a jeni të gatshëm të jetoni me vërtetësinë e jetës? Thirreni këtë perëndesh. A jeni të gatshëm dhe të guximshëm që të shkëlqeni dritën tuaj për të realizuar ëndrat tuaja, apo jeni të gatshëm të lidheni me identitetin tuaj të vërtet, kush ju jeni në të vërtet dhe kush ju doni të bëni, ju ndihmon perëndesha Medusa. Pra është perëndesha e diellit. Për këtë të rrisni emrin e saj dhe unë do të vendos pika dhe për atë që ju doni, pra që doni të shkëlqeni dritën tuaj, doni të lidheni dhe të përdorni misionin dhe drejtimin e jetës tuaj, pra me vërtetësinë e jetës, me guximin për të krijuar, për të qenë krijues, për të dhënë atë që është misioni dhe drejtimi i jetës tuaj, pra të pa pyetur se çfarë të tjerët thonë, dhe ta shkëlqeni dritën, ndoshta jeni të hapur në univers, pra pa i shkelur këmbën askujt, pra të jeni të pavarur, të rrisni perëndeshën Medusa, ajo do ju ndihmoj, dhe në këtë rast mantra e dashur perëndesha Medusa, ju lutem më ndihmoni që gjatë këtij muaji të arri pika çfarë dëshironi, jeni të gjithë unik, me ndihmën dhe udhëzimet tuaja të arri të manifestoj këtë mrekulli dhe të shkëlqej të jetoj jetën me vërtetësi, të jetoj dhe të krijoj me zemrën time dhe të jetoj me identitetin e fuqisë unike, hyjnore. Faleminderit. Pra këto do të vendosni ju për atë që jeni të lirë të zgjedhni. Tjetër, ligji i universit. Ligji i universit është ligji i shkakut dhe i pasojës. Mësoni që asgjë nuk ndodh pa një arsye në këtë botë. Pra asgjë nuk është rastësi. Nëse keni lëndime apo çfarëdo lloj që ndodh me ju, ndodh sepse shkaku. Dhe në këtë rast, ajo që ju përdoni është shkaku që ju bën që ju sjell pasojën. Pra, në qoftë të se e mora, dhe unë do marrë, gjithmonë do flas për optimizmin, në qoftë se ju keni një marrëdhënie dhe kërkoni doni dikë dhe doni të qëndroni me të, edhe në qoftë se keni pas vështirësi, fillon nga tani, ti vet, duke dashur veten tënde, duke i dhënë kohë vetes, edhe pse jeta është që ne do të jetojmë, ke fëmijë, apo punon, apo më tetash, gjej kohë të lidhesh me veten. Dhe në këtë rast, duke dashur veten, dhe në qoftë se do personin, pra partneri, prindri, babai, fëmijëve ose më tetash, atëre jep dashuri. Dhe kjo është që do të marrësh dashuri. Pra tjetër, nëse ndihesh e lënduar, edhe nga dikush që mund të gjykojë, dhe ti ndihesh e lënduar, sigurisht është shkaku që ti lëndohesh. Dhe në këtë rast, pyet e veten kush është shkaku. Pra asgjë nuk ndodh rastësi, sepse ne jemi të ndërlidhur. Dhe shembull, nëse ti e vetëm je në qetësinë tënde, ndodh gjë me ty? Sigurisht jo. Po
por sigurisht me zimin e shpirtit, dhe nëse je vetëm, shpirti, sepse nëse vazhdon të lidhesh me veten tënde, shpirti të ndihmon, se do që të pastrohesh nga çdo gjë, dhe në këtë rast do të ndihesh gjë. Pra, ka shkak, dhe shkaktarët janë shokët tanë. Pa i gjykuar, pa i kritikuar, pyeteni veten kush është shkaku, sepse ai shkak të sjell pasojën. Dhe ju do të merrni mësimet. Tjetër është rrezja qiellore. Rrezja qiellore është një mësoni që drejtohet nga mjeshtri Hilarion, shikojni, mrapa ka lulen e jetës, qa mrekulli e simboli geometrik. Sigurisht kuptoni që është drejtohet, menaxhohet pra nga Hilarion, por është në mikqyrjen e Saint-Germain. Saint-Germain është alkimist, pra transformon të gjithë veten, pra alkimist, energjia transformohet. Kur nuk shkatërrohet, po ne marrim mësimet, dhe në këtë rast është e lidhur me flakën violet, pra me jo vetëm është hapur zemra, por është lidhur dhe zemra, pra është i dorëzuar tërësisht plotfuqisinore, vërtetësisë së mençurisë së jetës, magjisë së pastër, të ekuilibrit të gjithçkaje, jo vetëm të dy energjive, jo vetëm që ne njohim që jeta ecën dorë më dorë me vdekjen, energjia femërore, shpirti, energjia maskullore, mendja ecin dorë më dorë, sepse kështu jemi krijuar, dita, nata janë bashkë, dielli, hëna, gjithçka, të kuptoni që çdo gjë është ndërlidhur, dhe ne jemi të ndërlidhur, ne kemi lidhje me marrëdhëniet, jo vetëm me njerëzit, por me kafshët, me gjithçka që ekziston, qoftë e gjallë, qoftë jo e gjallë. Mësoni që kjo quhet dhe ndryshe rrezja e ngjitjes, prandaj është dhe porta e luanit 888, dhe në këtë rast 3 tetat që ka ndodhur dhe në 2024, shumica nga ju që jeni lidhur në 2024 me portën e luanit, ndoshta sot jeni të lidhur si luanesh në tokmëm, dhe jeni të gjithashëm, jo vetëm për grupin, por edhe të ndriçoni këtë dritë në mbar botën e të tjerë, që të gjithë jeni unik. Pra ka të bëjë me rritjen tonë shpirtërore, është që aktivizon, pra na ndihmon, kjo rrezë na ndihmon të aktivizojmë evolucionin tonë shpirtëror, na ndihmon që ne të arrijmë pra të arrim në veten tonë të lartë, të arrim të rrisim aftësitë tona shpirtërore, dhe të jetojmë në këtë tokë me atë që është, me atë që në dimensionin e tretë, me atë që është misioni dhe drejtimi i jetës që na është dhuruar që fëmijë, pra i ndjeni në zemrën tuaj, djeg, buron nga zemra që është misioni dhe drejtimi i jetës tuaj, dhe ndërkohë pranon çfarë ka shkenca, pra që është arritur deri më sot, bashkë me shpirtin, por gjithmonë në një nivel të lartë, duke pranuar prejardhjen tonë dhe mirësitë e skaluar nga pararësit tanë, duke mësuar nga të metat që mos përsëriten. Pra është Hilarion na ndihmon të shërojmë dhe të arrijmë vërtetësinë e bukurisë së jetës. Sigurisht, si që tregova edhe pjesa e dytë, pak fjalë në lidhje me energjinë e luanit, lini për shtypje, që do të thotë jeta është një mrekulli për ta festuar. Le ta argëtojmë atë, luani e ka këtë, sepse drejtohet nga dielli. Sigurisht dielli është i nxehtë, sigurisht dielli është fryma, jeta, zjarr. Dhe në këtë rast, kur mos harroni që duke qenë se luanët janë bujar, janë argëtues, janë po me fëmijë, janë romantike të tjera, shkoa që të gjithë ne lidhemi me pushimet, imagjinojeni ku doni të shkoni, apo jeni duke shkuar me pushime të tjera, po mos harroni kurse sa më shumë ne ta festojmë jetën me atë që kemi dhe të jemi minjos me atë që kemi, aq më e bukur bëhet jetja jonë. Tjetër flirtoni, kur ne nuk jemi të vjetër, energjia nuk njeh pra moshën e njeh trupi fizik, po kur ne jemi me energji, pra jemi në armoni, me mendjen, me zemrën, me shpirtin, të jeni të sigurt që edhe marrëdhëniet e vjetra për të cilën mund të jeni divorcuar, mund të jeni të zemëruar e të tjera, kur ju arrini të çlironi sidomos fëmijërinë tuaj të brendshëm,
ose të lidheni me zemrën tuaj, sido që të jeni, ju e kuptoni që i krijoni marrëdhënieve me çdo që të jeni, dini të vini kufi, dini të zgjidhni dhe në këtë rast merre partnerin tënd nëse e do dhe fillo bëj një aventurë, argëtohu kudo. Pra në këtë botë ka dhe gjëra falas, nëse keni para, bëjeni dhe udhëtimin. Tjetër, merr dikë që nëse je beqare, shok, shoqe, një drek apo një udhëtim e të tjera, pra që të gjithë jeni unik. Tjetër, jeni të kujdesshëm, që do të thotë shumë njerëz e ignorojnë e kreativitetin, por ju që jeni të lidhur me shpirtin, ndoshta ju jeni që bëni poezi, unë kam pasur shumë shpirtëror që shkruanin o Zot, më bëni të ndjesha mrekulli, dhe ndërkohë që ishin në shërim, po bënin ato mrekulli se vinin nga shpirti. Tjetër, nëse je muzikant, artist, art, piktur, guzhënjer, apo përdorimi i bimëve, apo në lidhje me misterit e universit, esoteri e të tjera, që të gjithë jeni unik. Atëre kjo ju fton që të filloni, pra është ëna, fillon nëse s'keni filluar, dhe kjo ju bën që apasapi të arrini në potencialin tuaj, ndroni si fëmijë dhe filloni ndiqeni këtë klim të ri. Tjetër, duaj e veten, sigurisht luanët janë bujar, janë argëtues, janë romantik, janë që ndihmon njerëzit, sigurisht marrin me kritik sepse kërkojnë vëmendje, pra kanë ato pak nga ana e egoizmit, por gjithsesi ajo që bëhet thirrje është të lidhemi dhe të duam veten tonë, të lidhemi me veten tonë, sa më shumë ne të lidhemi me veten tonë, kjo nuk ka të bëjë me arrogancën, kjo ka të bëjë që ne të lidhemi dhe të njihemi me mençurinë tonë. Pra sa më shumë njohim veten, aq më shumë ne bëhemi të mençur. Ndërkohë kjo na bën që ne të arrim në vetbesimin tonë, se hapet zemra, lidhemi me vetbesimin tonë, dhe ndërkohë duke vazhduar aftësitë tona shpirtërore, lidhemi dhe me potencialin tonë, që të gjithë jemi krijues. Pra edhe së fundi ta trajtojmë veten, që të gjithë ta gëzojmë këtë jetë mrekullueshme, sigurisht është ta shijojmë, ta jetojmë, dhe motua e këtij shekulli jeto dhe le të jetojmë, pra që të gjithë jeni të ftuar, dielli është që na ndihmon, është zjarr, është fryma, është vitamina D, është i nxehtë të tjera, që të gjithë ne shkojmë në këtë periudhë të lidhur me familjen, me fëmijët tanë e tjera në pushime, që të gjithë filloni bëni atë që mund bëni, që ju kënaq, vallëzoni, këndoni, bëni çfarë doni, lidhuni me në natyrë. Çfarë shikoni në qiell, çfarë shikoni në tokë, janë ato që ju bëjnë ju të bëni wow, ndiqe, si ndjesh, ku ishe, nga ishe, pra është ndjeshmëria, universi ndjen, pavarësisht se gjua ndërkombëtare nga ana fizike është anglishtja, universi në total njeh ndjeshmërinë tonë. Pra që të gjithë kemi dritë, kemi në zemër, lëreni këtë dritë ndriçoj, mos e shuani sepse ne jemi krijues. Gjithsesi kjo është që të trajtoni veten me dashuri, dhe duke trajtuar veten me dashuri edhe më shumë dashuri do të jepni për të cilën ka nevojë bota jonë. Kjo është video për sot dhe me mua. Mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.